nga ana tjetër, ne kemi në konsultim publik ligjin për rezervën shtetërore, e cila do duhet të shtrihet fizikisht në 100 ditë, në 3 muaj më saktë. Dhe me 2 fjalë dua t'ju them që ne jemi në punë për të finalizuar edhe një nisëm që kemi ndërmarrë për të futur në treg si distributor, garant dhe distributor shumice, një faktor shtetëror. Gjë që ne besojmë do ta bëjmë të lehtë dhe për ju, të gjithë punën, pasi do të garantoj sasirat e nevojshme, duke pasur mbështetjen shtetërore, dhe nga ana tjetër do të lehtësoj të gjitha marrëdhëniet me të tretët, që për ju kalon nëpërmjet brokerave, ndërkohë që ne do të synojmë që të kemi një marrëdhënie drejt për drejt me kompanitë. Kjo është pak a shumë pasqyra e përmbledhur që unë doja të bëja. Dua ta mbyll duke kërkuar që të ruani këtë ekuilibër që keni ruajtur deri tani. Ne nuk kemi parë të arsyeshme, edhe duke u nisur nga komunikimet e mëparshme me ju përmes ministrave, që të hedhim hapin dhe të kalojmë në bord, pasi në fund të ditës, nëse dialogu funksionon siç ka funksionuar deri tani, ne qëllimin nuk e kemi që t'ju shtrëngojmë juve në punën tuaj, qëllimin e kemi që bashkarisht të merremi vesh që kriza në lindjen e mesme nuk mund të projektohet e tëra mbi supet e konsumatorëve. Ky është gjithë qëllimi ynë. Natyrisht kjo do të thotë marzhe më të ulta fitimi për ju, po më mirë marzhe më të ulta se sa bordin në kurrizë.